Që vjeshta, gjetha. Kena rehabilitu Leonor këto, e kena gjetë vetën mirë. Këta persona jenë persona sinqert. Edhe me pikafe në mëngjes? Po, kur dusha ki dhe janë qeshë. Një prej dhuratave më të bukura që kom marrë kohëve të fundit është kjo kartolinë e punuar me shumë dashuri prej anëtarëve të klubit Dëshira. Në këtë organizatë, e cila është e specializuar, janë anëtarë të cilët kanë dëmtime intelektuale. E këto vinë me kalu ditën ku bëjnë aktivitete të ndryshme edhe rehabilitohen. Hajdeni mu me pas se çka ndodh në këtë organizatë, edhe çish e kalojnë ditën këta anëtarë. Mënyrë që e bashkimi për shembull i ka është Unë shumë mirë, unë shumë. Shumë bukur bashkem. Shumë bukur. Vjeshta si stin. Ti ke shkruar qendrës çdo me çdo sa bukur më po i ke bu. Që tu? A ke bona i gjetha ato tu. Po, që vjeshta, gjetha. E kem një plan të punës, mirë po në bazë kohës edhe gjendjes tyre psikofizike, atëherë ne edhe i ndryshojmë edhe aktivitetet. Mirë po, kem planin ditor, planin javor të punës. Se çka keni me bu? Po, kuptohet, mirë po, ka mundësi në kohë pas kohë edhe ndryshohet. Aja duke ju përshtatur çdo herë kritereve dhe kërkesave të antarëve. E me shuk edhe me shuk që ç'po halen këto? Mirë, në të shëtë. Çka e të bu që aty mbledore? Të ty e përshku. O sa shkrimin e bukur e paske. Se cilë mujna me punu, Leonor po te ta gjonja vete, na këtu shkruj, edhe vetë lodhësh Leonor. Jo për që ata i ne ardhë me na vizitu, po edhe na do të me konë të sjellë. Ma herët, Po, kur s'ke ardhë këtu, po, çka ke na bërë? kanë qujtë, na kanë thonë smut jene, po na rehabilitu Leonor këto, e kana gjetë vetën mirë, edhe që të kjo vend mos me konë vesh kisha brez rrugëve, edhe ka dalë që është nga thotë, nëse se hapat që to e kom pas, se kom ditë njëherë që është kjo vend, kom nejtë në shpe, ju më dalë me thmit, tash vi këto, rehabilitona. Rina, Nora, Leonor, po shuj në njerë, tani janë nisëm kafe, janë nisëm me fshita vëllinat. Çfarë kove ben o? A dhe në çfarë kove ben? 3 në 1, 2 në 1. Që. A kemi ma qitë një kove mu tani? Pak, Tjetër çka keni me bu, ç'a bëni tani? tani hojna mëngjes, kur t'i kryjna mëngjesin, e pina qajin, apo shkrujna, vizatojna, për vjesht, për ato farë. Për gjithë shka? Pa, penina vetën ma Shumë shlirë, mira. mos me brirë rrugëve, mos me konë me lonë shembol, që kur të vi, që nesër mos me na thonë, ke erdhë ky i smuti, mos me konë smut nga, s'kisha di që të mullë. A ke folti? Shkrujna, dikush të dëzatojma. Ata prishin e herë qipin ta. Do kartolina ku shqiponon ato. I punojna natë, do kartelina natë. Marrë me punu bashkë, a kime më thirë ma shpesh tash marrë me nejtë me ty ajo? Po, e lidhje. Për neve? Po, Edhe me pikafe në mëngjes? po, kur dusha ki dhe janë qeshë. Faleminderit shumë. E kemi me konsumu ushqim të shëndetshëm. A e praktikoni ju këtë, po qëndrim? Unë përreti këtu janë hamburgerat, janë këtu janë, nuk janë të mira, në shpe hanë gjithë, hanë. Pra, ne do të kujdesemi që mos me konsumu ushqime të cilat na bëjnë dëm, sepse është më mirë që të hajnë fruta, perime, edhe Edhe mollë të pimë më shumë uja, po? Po. Sa e praktikoni ju këto? Unë dhe, A kujdeseni me pi ujë çdo ditë? po në 3-4 litra ujë. Dhe të gjumë. Edhe në piqë është. Po në ka cilë në pi uj. Bravo Qëndris. A mundesh më na tregu ma shumë për këtë shprehi të mirë që e ki? Po në pi uj, ma shumë, se organizime e dënë. Nuk të dënë veshtë të dujnë, se blokojnë veshtë. Nësë me pi uj, veshtë blokojnë. Hejt. Pra, me i pastru dhëmbët pas ushqimit. Ne përmendëm që do të me ngrënë ushqimin sa më të shëndetshëm që mundemi. Por është me rëndësi që pas konsumimit të vaktit, do të me i pastru edhe dhëmbët të pas kësaj. A praktikoni ju Ku shpesh? të hangë dorkë, në që hojna në aksham, pi qaj, kur të kryna, unë në aksham i loj dhëmë të rebi të lej. Ajo që klubi Dëshira është i themeluar në qershor të vitit 2001,
do thotë që 25 vite po bëhen. Në organizatën Klubi Dëshira janë të regjistruar përmi 260 persona, kryesisht të komunës së Prishtinës. Personat të cilët vinë janë të moshës madhore 18 e sipër, janë femna dhe mashkuj, janë persona me probleme apo vështirësi në sferën e shëndetit mendor. Klubi Dëshira veprimtarinë e vet e bën në bazë vullnetare dhe me ndimen dhe përkrajnë institucionale. Jemi certifikuar edhe prej Qendrës Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor që është me seli në New York, po ashtu kemi edhe këtu licencën për shërbime familjare dhe sociale, të cilën e kemi marrë prej Ministrisë së Drejtësisë. Në kuadër projekteve të cilat zhvillohen në këto momente e kemi projektin i cili zhvillohet nga Ministria e Drejtësisë, do thotë është një subvencion, një grant të cilën e kemi përfituar për një vit. Do thotë çdo vit aplikojmë edhe me projektet tona e bëjmë përzgjedhjen e fondeve. Këto lokale janë lokale të cilat ofrohen nga ndërmarrja publiko-banesore, e cila janë pa pagesë. Do thotë në këtë strukturë ne kemi arritë që sado kudo për këta persona të kemi një ambient të këndshëm, një ambient i cili i plotson deri dikun kushtet dhe nevojat edhe kërkesat e personave. Çdo ditë vinë ka 15 deri 20 persona, për arsye se edhe kemi mungesë stafit. Mungesa e stafit kuptohet në qoftë se nuk kemi mjete financiare të mjaftueshëm për ta, atëherë edhe mungojnë edhe komplet stafi. Vlen të theksohet se këtu bana nuk ofrohen. Të gjitha aktivitetet bën në aktivitete terapeutike individuale, mirë po pa barna. Kemi edhe psikologë, të cilat vazhdimsi me ato pjesën psikologjike i ofrojnë kushtet dhe aktivitetet të cilat zhvillohen në qendrën tonë. Po këtu antarësohen persona që janë në moshës madhore 18 e sipër, mirë po secili duhet të ketë me veti një raport prej mjekëve paraprak, edhe pse unë jam vetë mjek, mirë po duhet të jetë një referim nga spitali, apo psikiatrat, apo psikologët e ndryshëm. Edhe arktimin, edhe bisedat, edhe mënyrën shoqërore, edhe ushqimet gjithë i bëjmë bashkarisht njëjtë. Do të thonë tu ofrohet edhe ushqimkinë edhe Po, kuzhinë. edhe kuzhinën e kemi, mirë po kuptohet kjo në bazë mundësive, ne i ofrojmë edhe një shujt ditore. Gjitha i kanë gratis, do më thonë ardhja dhe shkurja është vullnetare, edhe pse është orari 8 deri në 4, se cili person e ka një kohë apo një mundësi sa i përshtatet kohës tina të qëndrojnë në organizatë. Këta persona janë persona sinqert. Pjesa të cilën i tregojnë ato e kanë një sinqeritet të cilën po thonë të ne shumica ende nuk e kem atë shprehi të punës apo shprehi cilës. Do thotë pas fazës rehabilituese apo resocializuese shoqërimit matutje, kemi arritë që disa persona të punësojnë në Post Telekom Kosovës, po ashtu kemi edhe persona që janë të inkuadruar në kompaninë Kujtesa, sepse me ligjin aktual 50 persona i ka të punësuar, i 51 duhet me qenë person me aftësi të kufizuar. Këta persona janë persona të vlefshëm, persona të cilët nuk kërkojnë mëshirë, nuk kërkojnë lëmosh, mirë po me kontributën, me vazhdimsi punës tyre apo kreativitetet, shihet që këta persona e kanë një respekt